Robert Elsi, avokati ndërkombëtar i letrave dhe kulturës shqiptare të kohëve moderne, u lind më 29 qershor të vitit 1950 në Vancouver të Kanadas. Në rinin e tij, ai studioi në Universitetin e Kolumbisë Britanike duke u diplomuar në vitin 1972 në degut e studimeve klasike dhe gjuhësisë. Gjatë viteve në vijim, ai vazhdoi studimet pasuniversitare në Universitetin e Lirë të Berlinit, në Universitetin e Sorbonës në Paris, në Institutin e Dublinit për studimet të avancuara, si dhe në Universitetin e Bonnit, ku në vitin 1978 përfundoi doktoratën në gjuhësi dhe studime keltike. Gjuhëtar, përkthyes dhe shkrimtar, Robert Elsi doja kushtonte pothuaj të gjitha energjitë e jetës, formimin e tij akademik, pasionit shpirtëror të zbulimit, dokumentimit dhe promovimit të botës shqiptare në arenën ndërkombëtare. Takimi i parë i Robert Elsis me kulturën shqiptare dokumentohet të ketë ndodhur në fund të viteve 70 të shekullit të shkuar, përmes marrëdhënieve akademike të Universitetit të Bonnit me Shqipërinë e kohës së komunizmit. Më pas udhëtimet në Shqipërinë hermetike si dhe në Kosovë zgjuan tek ai pasionin për kulturën shqiptare që ishte krejtësisht e pakonfirmuar në Perëndim. Një pasion që me kalimin e viteve do të shndërrojë në misionin e jetës. Kontributi i Robert Elsis në albanologji konsiderohet aq i madh sa që e lison atë si figurën qendrore të studimeve shqiptare në gjuhën angleze dhe gjermane. Duhet pranuar se përpara punës së Elsis, historia e letërsisë shqipe pothuaj nuk ekzistonte në mënyrë të strukturuar për lexuesin e huaj. Ati i njihet kontributi i guidës së parë të plot akademike mbi zhvillimin e letrave shqipe, përmes botimeve në gjuhën angleze në vitin 1986, të fjalorit të letërsisë shqiptare dhe në vitin 1995 të kryeveprës në 2 vëllime, Historia e letërsisë shqiptare. Në të 2 publikimet, Elsi nuk u mjaftua me autorët e Shqipërisë, por përfshiu në të njëjtën hapësirë kulturore edhe shkrimtarët e Kosovës, Maqedonisë, Çamërisë, si dhe arbëreshët e Italisë, duke ofruar një vizion të unifikuar të kulturës sonë. Mëtej, Elsi bëri atë që institucionet shtetërore shqiptare nuk e kishin arritur dot për dekada. Në vitin 2005 përktheu në anglisht kryeveprën epike të Atë Gjergjfishtës, Lahuta e Malësisë, një triumf i vërtet duke pasur parasysh dialektin grek dhe kompleksitetin e strukturës mitologjike e zakonore të veprës. Po kështu Robert Elsi përktheu në gjuhën angleze poezitë e Migjenit, Ali Podrimjes, poezinë bashkohore shqiptare dhe tregimet popullore, duke i dhënë letërsisë shqipe një zë dinjitos ndërkombëtar. Si shumë studiues të tjerë të huaj para tij, Elsi u investua të hulumtonte thellësisht struktura shoqërore të Shqipërisë së Veriut. Libri i tij Fiset e Shqipërisë, Historia, Shoqëria dhe Kultura, publikuar në gjuhën angleze, është konsideruar si studimi i parë i plot i fiseve shqiptare, ndërsa fjalori i fesë, mitologjisë dhe kulturës popullore shqiptare, edhe kjo në gjuhën angleze, hodhi dritë mbi shkrirjen dhe bashkimin e kulturave, si dhe paganizmin e ruajtur ndërshekuj. Gjithashtu Robert Elsi përktheu kanunin e Lek Dukagjinit në gjermanisht, duke ndihmuar studiuesit të kuptojnë drejt dhe në mënyrë akademike kodet zakonore historike të shqiptarëve. Një nga kontributet më praktike dhe vizionare të Elsis ishte krijimi i faqeve të tij të internetit si Albanian History dhe Albanian Art. Në këto faqe ai publikoi pothuaj gjithë studimet e tij, mblodhi, përktheu dhe digitalizoi qindra tekste historike, raporte udhëtarësh të huaj që nga shekulli 11 deri në atë të 21, koleksione të rralla fotografike e regjistrime të hershme audio të dialekteve të Shqipes. Një arkiv që përbën burimin parsor dhe të pasvendësueshëm për çdo studiues të huaj të Ballkanit. Përveç punës kërkimore, Elsi ishte një përkthyes zyrtar i nivelit më të lartë. Për më shumë se një dekadë, nga viti 2002 deri në vitin 2013, ai shërbeu si interpret i gjuhës shqipe në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për ish Jugosllavin, duke përfshirë gjykimin e Slobodan Miloševićit. Kjo eksperiencë i dha atij një njohje të thellë të dramës politike dhe njerëzore të shqiptarëve të Kosovës. Si antar korespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe i vlerësuar me dekorata të larta në Shqipëri, ai nuk kërkoi kur famë apo fonde qeveritare. Puna e tij ishte produkti një pasioni të pastër intelektual. Robert Elsi u nda nga jeta para kohe në moshën 67 vjeçare për shkak të një sëmundje të rrallë neurologjike. Mirënjohja e tij e thellë ndaj botës shqiptare u vulos në amanetin e tij të fundit, të varrosej në Shqipëri. Trupi i tij sot prehet në fshatin Theth.
në zemër të Alpeve shqiptare, pra njerëzve, maleve dhe traditave që ai i studioi dhe i deshi aq shumë. Puna e tij prej më shumë se 60 librash dhe qindra artikuj shkencor mbetet një enciklopedi e gjallë e albanologjisë, duke e renditur atë si një nga miqtë dhe mbrojtësit më të mëdhenj kulturor që ka pasur kombi shqiptar në histori.